إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na I dashuroi besimin në zemrat tona, na I zbukuroi të mirën dhe na I urrejti të keqen. Vëllezër të ndershëm, siç thonte Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, njeriu duhet të llogarit veten e tij në këtë dunja para se të shkon dhe të llogaritet para Allahut Azza wa Jall. Pra sot me emrin Allahut Azza wa Jall do t'i bëjmë disa llogari se sa ne e dojmë Allahun Azza wa Jall. Kurse dashuria, vëllezër të ndershëm, para Allahun Azza wa Jall nuk është vullnetare apo nafile. Dashuria Allahut Azza wa Jall është pjesë e besimit. Për këtë arsye, siç thonte Ibn Qayyim, disa njerëz dolën nga besimi për shkak se e deshtën diken sikur Allahun. Ndërsa besimtarët janë ata të cilën veçohen nga se me Allahun Azza wa Jall dhe të dërguarin e Allahut nuk barazojnë askënd. Dashuria, si thot Ibn Qayyim, e Allahut Azza wa Jall për zemrën sikur jeta për trupin e njeriut. Dashuria Allahut Azza wa Jall është ushqimi I zemrës që thot Ibn Qayyim, pa ta zemra s'ka mundësi të gjallërohet. Dashuria për Allahun Azza wa Jall për zemrën është drita që ai që nuk e posedon këtë dritë jeton në errësirat e oqeanëve. Dashuria Allahut Azza wa Jall është shërim për zemrat, si thot Ibn Qayyim, ati që I mungon dashuria Allahut Azza wa Jall, të gjithë llojet e sëmundjes e kaplojnë zemrën e tij. Pra thonte Ibn Qayyim se vepra dhe puna pa dashuri të Allahut dhe pa sinqeritet I përngjason si udhëtari që ka marrë një udhëtim dhe ka mush thesin e tij me rër, ka mush thesin e tij me zall e ban ata, që ajo nuk e sjell dobi fare mirë, po vetëm se e ranon shpinën e tij. Pra vëllezër të ndershëm, dashuria për Allahun Azza wa Jall, siç kanë thonë dietarët, se është një mos që e domosdoshme për të realizuar besimin. Sa është e domosdoshme me dash Allahun Azza wa Jall që pa ta nuk konsiderohet njeriu besimtar edhe nëse shqipton shahadetin. Ka thonë me dash Allahun Azza wa Jall që dashuria të çon deri të krirjen e farzeve dhe ndalesa nga haramet. Kjo pjesë e dashurisë është e domosdoshme me posedu njeriu, pa ta s'ka mundësi të realizohet besimi I tij. Para të Fudejl ibn Iyadi, vëllezër të ndershëm, thoshte nëse të pyet dikush a don Allahun, mos u përgjigj, nga se nëse thot jo, del prej besimit dhe si e musliman. Nëse thua se e vërtet e du Allahun, thot nuk I kihet ke cilësit e atyre që e dojnë Allahun Azza wa Jall. Pa thonë të Ibn Taymija, s'ka mundësi që zemra të përmirësohet, s'ka mundësi që zemra të shpëton dhe të qetësohet, s'ka mundësi që zemra të rahatohet, s'ka mundësi që njeriu të rahatohet në shpirtin e vet, s'ka mundësi që streset brenga t'i largon nga shpirti vet, përderisa nuk e adhuron Zotin e vet dhe nuk e don Allahun Azza wa Jall. Pra dashuria për Allahun Azza wa Jall është e domosdoshme që të realizohet besimi dhe të qetësohet shpirti besimtarit, cilët janë alametët dhe shenjat që njeriu nëse I posedon, përgëzohet se e don Allahun Azza wa Jall. Një ndër shenjat që Allahun Azza wa Jall e don, siç ka thonë Hasan al-Basriu,
Kjo është ajeti provës në Kurani Kerim, që Allahu Azza wa Jalla i sprovoi të gjithë ata që pretenduan se e dojnë Allahun. Allahu Azza wa Jalla i shtini në imtihan, Allahu i shtini në test dhe i provoi të gjithë ata, dhe zbriti këtë ajet në suratu Al Imran. Kjo është ajeti provës që Allahu Azza wa Jalla i shtini sprov të gjithë ata që pretendojnë se janë musliman, të gjithë ata që pretendojnë se e dojnë Zotin e tyre. Thotë Allahu Azza wa Jall, kjo është peshorja se si a e don ti Allahun tanë apo nuk e don. Dhe sa e don Allahun Azza wa Jall, kjo është peshorja termometri që ta mot masën e besimit tanë në zemrën tanë. Thotë Allahu Azza wa Jall, Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Nëse ju pretendoni se e doni Allahun, nëse ju deklaroni se e doni Allahun, ta pejgamberi Allahut thuaj të gjithëve, dhe mos e mshek këta, publikoje këtë, mboro me këtë dhe thuj, atërë ndjekni mu, hecni pas meje, praktikone sunetin tim, ju donë Allahu dhe ja fal gabimet. Sa e donë Allahun Azza wa Jall, atë se ndjek pejgamberin Allahut. Pa atë Allahu Azza wa Jall zbriti në këja jetë Kurani Kerim dhe tha, wa me yuti r-rasule faqad ata Allah. Ai cili respekton pejgamberin e vet, ai që ndëgjon dhe zbaton sunetin e pejgamberit e vet, le ta din se ai me këtë veprim duke përfill dhe duke ju bind Zotit e vet. Sa ti bindesh Zotit tan, sa e don Zotin tan, aq sa i bindet pejgamberit tan, aq sa e praktikon sunetin e pejgamberit tan. Pra nëse hec pas hapave të pejgamberit Allahu në çështjen e fesë, kjo është alamet dhe shenjë që ti e don Zotin tan. Pra ta na vëllezër të ndërsh, përse e përpiqemi që ta mësojmë se çka ka thonë pejgamberi Allahut, çka ka vepruar pejgamberi Allahut, ta ecmi në gjurmët e pejgamberit Allahut, nga se Allahu Azza wa Jall e ka lidh dashurinë e tij me ndjekjen dhe përcjelljen e sunetit pejgamberit Allahut. Sa e dojmë Allahun, atë sa e ndjekmi sunetin e pejgamberit Allahut, s'ka mundësi një popull të pretendon dhe të thot se e dojmë Allahun e pastaj të lën mas shpinë e sunetin e pejgamberit Allahut. Kur vdes baba i tij harron se çka ka thonë dhe çka ka vepruar pejgamberi Allahut. Kur ka manifestime dhe festa dhe gëzime, e harron se si vepron të pejgamberi Allahut. Pra leo të ndërsëm ato që e dojnë Allahun, janë ata të cilët e ndjekin pejgamberin Allahut, nga se e din se s'ka xhennet për me him pas pejgamberit Allahut, vetëm ata të cilët kanë hec pas gjurmëve të pejgamberit Allahut në këtë dunja. Kjo është njëna për alameteve, dita për alameteve, shenjave që donë Allahun, të jetë Allahu dhe pejgamberi Allahut më i dashur në zemrën tonë se çdo kush. Pra leo të ndëshëm Allahu Azza wa Jall i ka zbrit disa jetë në Kurani Kerim. Një ndër to thot Allahu Azza wa Jall, o minan nasi me yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ka këtë dunjë njerëz të cilët i kanë zgjedh idhujt e tyre, i kanë zgjedh simpatizanët e tyre, i dojnë sikur Allahu. Ka dhe për atinve që i dojnë leo të ndërshëm për ata Ibn Qayyim kur e përmend në këtë ajet. Dhe ajetet të ngjajshme ka njerëz që kanë rënë shirk tek Allahu Azza wa Jall. Allahu t'i kanë bërë të këllëk për çka se kanë dash dikan si Allahun. E çka të flasmi na korinia sotit, kur Allahu thërët hayal as-sala e ja namaz, kurse është ndeshje në atë kohë dhe ai nuk lëviz fare, thuaj se me gjithë shpirtin e vet dhe trupin e vet ka hinë në Koranin e tij. Allahu e thërët këndej, ndësa ndeshja e thërët andej, kojti jep përparësi ki njeri, jep ati që e donë mas shumë tip. Për ata ma e çuditshme vëllezër të ndërshëm në këtë zaman që ishton të Muhammed Hussein Jakubi, thëke ma e çuditshme se gjithë këta koka të mbushura vrapojnë dhe ndalën dhe frim nuk marim për një kokë të bosht, për një futball i bosht. Vëllezër të ndërshëm sa shpenzohet në ta, sa sakrifikohet për ta, sa argjohet për ta, sa lihen normat e Allahut Azza wa Jall, sa i dhërohen njerëz për ta, ku janë këta të cilët thot Allahu Azza wa Jall, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Dhe ata të cilët e dojnë Allahun, ata të cilët kanë besuar dojnë Allahun më shumë se ata që i dojnë idhujt e tyre. Ato vdesin për to.
ato kontribojnë për ta, ato i reklamojnë ato. Mirë po besimtarët me çfarë dallohen nga ato? Dallohen se dojnë Zotin e tyre ma shumë se ato. A ki dokumentu, a ki argumentu, a ki faktizu vllai dashur musliman se ti e don vëllai vërtet Allahun azza wa jall ma shumë se sa ata që i dojnë zotat e tyre. Kurse ne s'kena mundësi gjumin të ta prishmi vëllezër të ndeshme që të përzitmi Zotit tonë, e pastaj ne thojmë e dojmë Allahun ma shumë se gjumin tonë, e dojmë Allahun azza wa jall ma shumë se xhepin tonë. Para të kurar një njeri të pejgamberi Allah, tha ja Rasul Allahun e pepranoj islamin vetëm me një kusht. Cili është kushti jot? Tha unë, tha pepranoj islamin mirë, po jam koprat së më dhjipet hiq, edhe s'kam dëshirë me dal me sakrifikun luft për Allah. Pra nuk i jap zeqat, ma lejo që të mos t'jap sadaka, mos t'jap lëmosh, edhe gjithashtu mos sakrifikojnë gjihad rrugën Allah ndë gjën e vlehë të ndërshë. Pa ta të cilët thot në tregojnë neve për Allah dhe në thojnë se pamba namaz ka qenet. Qka tha pejgamberi Allah, ki nuk tha që nuk baj namaz, as nuk tha që nuk agjeroj. Pa tha, ka ja Rasul Allah, tha s'kam mundësi, tha t'jap sadaka, ma lejo që mos t'jap sadaka, mos t'jap zeqat. Dhe gjithashtu në gjihad mos sakrifikoj, tha pejgamberi Allah, sadaka jo, gjihad jo, me qka do me inë gjennet? Me qka do me inë gjennet? Pra lejo të ndërshëm këto ditët e kurban bajramit që jena ne, kur Ibrahimi a.s. e theri gjallin e vetë, deshti Allahu azza wa jall të sprovon ata të përcel dhe neve një mesazh më të madh se kurbani që e thermi për Allah. Cili është mesazhi që Allahu azza wa jall deshti si kur Ibrahimin a.s. e sprovoi, kur pasën zemrën e Ibrahimit a.s. shoqërohet një dashuri. Gjithashtu me Allahun azza wa jall, Allahu e sprovoi me këtë sprovë të madhe, nga se e pa zgjell të jetë miki Allahu, dhe nuk i takon mikit Allahu që në zemrën e ati të donë diken pos Allahun. Tha ja Ibrahim, gjallin tënë që e ke për mall, që e ke pas kohë si shtojnë të ne. Allahu azza wa jall tha bane kurban për ata. Ibrahimi vleo të ndërshëm nuk ish ai i cili vetë mendoj dhe planifikoj që da bëhe kurban, po i mor kejtë masat e kurbanit të gjallit vetë dhe rëzoj dhe filloj të zbatoj urdhin Allahut. Dhe kur po Allahu se u bëshëtis zemra Ibrahimit a.s. nga dashuria dikujt pas Allahu azza wa jall ja qoj kurbanin, që neve sot e kësaj dite për ata sunet ishte që çdo kush të therë kurbanin me dorën e vetë dhe ti thotë Zotit vetë çdo send të cilën ti nuk e don, nga zemra ime nuk ka pjesë nda, ti e ma i dashur të unë. Allahu ekber këto dit, ashtë dhikri ma i madhë, se Allahu ashtë ma i madhi, ma i larti. Para të leo të ndërshë me Allahu nuk krasohet asë një send. Para ata që e dojnë Allahun dhe pejgamberin Allahun, masum të çdo ken janë ata që e kanë shiju ambëlsirën e imanit, që thonë të pejgamberi Allahu të rëlloj njerës e shijojnë ambëlsirën e imanit. Ai që e donë Allahun dhe pejgamberin Allahut ma shumë se çdo ken, zbarazohet me Allahun dhe pejgamberin Allahun askush. Pat kur e pyetën Ali ibn Abi Talib se e keni dashur ju pejgamberin Allahut, tha pejgamberi Allahut besin ton ka qenë ma i dashur se pasuria jon, ma i dashur se vladët ton, ma i dashur se prindit tan, dhe pejgamberi Allahut ka qenë ma i dashur te na se ujë freskët, ujë ftoftë në ditët e zhekta duke qenë jetur. Kështu e ka ndash pejgamberin Allahut vëllezër të ndërshëm. Për këtë arsye pejgamberi Allahut kur hipi mimber dha ulën. Ta pejgamberi Allahut dha ulën. Abdullah Mesudi vëllezër të ndërshëm u hoxh në pragin e xhamisë. A dini kur e pyeti pejgamberi Allahut ja Abdullah, ja Abdurrahman se u ulën pragin e xhamisë, tha u tuta se po vanona për ta përfill urdhin tan. Për ata në prag tha qellova çati ul. Pra të ndëshëm ato ullëshin prag për të praktiku sunetin e pejgamberit Allahu, ndërsa ne nuk ja shohmi as pragin e xhamijës e pastaj thojnë rahmetlia ka qenë njeri mirë, zemrën e mirë, edhe pse xhamijën fort e fort se ka dasht apo se ka dit derën. Pra leo të ndërshëm kjanë ata të cilët tradhtar të ummetit që tentojnë që të manipulojnë me fenë Allahut, mirë po fe Allahut azza wa jalla është e qartë se imani i jot peshon tek Allahu, sa Allahu ka pesh në zemrën tonë, sa ka Allahu azza wa jalla pesh në zemrën tonë. Dhe merë këtë alamet shenjë të cilën thonë të Abdullah Mesudi,
ai që e don Kur'ani Kerimin, ai që shfleton Kur'ani Kerimin, ai që e mëson Kur'ani Kerimin, ai që e mediton Kur'ani Kerimin, e don Allahun dhe pejgamberin Allah. Fjala më e mirë që Allahu Azza wa Jalla ka zbritën për ata nëse e don fjalën e Zotit tanë ma shumë se anglishtën, ma shumë se gjermanishtën, ma shumë se frangjishtën, ma shumë se profesionin tanë, e lëpse jamëson e vledëve tu. Ashtë alamet dhe ashtë shenjë prej shenjë që e don Allahun Azza wa Jall. Për ata të cilët e lexojnë Kur'ani Kerimin dhe ata që ja mësojnë të qerëve, ka thonë pejgamberi Allahu janë njerëz më të mirë, derisa tha pejgamberi Allahu ka Allahu njerëz të veçantë si për faqen e tokës. E pyetën pejgamberin Allahu dhe i thonë ja Rasulullah, kush janë njerëz të veçantë? Tha njerëz të veçantë Allahu janë lexuesit e Kur'ani Kerimit, hafizat e Kur'ani Kerimit, fletuesit e Kur'ani Kerimit. Pra Kur'ani Kerimi është ilaç i shpirtit. Thot Ibn Taymija, s'kam gjet ilaç më të mirë për trupin dhe shpirtin se sa meditimi, shfletimi dhe meditimi rreth ajeteve të Kur'ani Kerimit. Do kur që ka ankesë për ankth, do kur që ka probleme me shpirtin e vet, do kur që ka probleme në jetën e vet, let fleton, let lexon Kur'ani Kerim. Thonë të Ibn Qayyimi, nëse donë me ditë sa e donë ti Zotin tanë, sa Allahu Azza wa Jall shmohet në zemrën tonë, shiqo e ti sa e donë leximin e Kur'ani Kerimit, sa e shfleton, sa e ndëgjon ata qaq e donë Zotin tanë. Gjithashtu prej shenjeve është përmenja e shpesht Allahu Azza wa Jall dhe e vazhdueshme. Ata që e dojnë Zotin e vetë, ata e përmenin Allahun Azza wa Jall shpesht. Thonë të Ibn Qayyimi, përmenja Allahut Azza wa Jall për zemrën si kur uji për peshkun, çfarë i ndodh peshkut nëse largohet nga uji, qashtu i ndodh dhe zemrës nëse largohet nga përmenja Allahut Azza wa Jall. Pra përmen Allahun Azza wa Jall në gjërgjengje, sa ma shumë përmen Allahun Azza wa Jall. Për ata në veçanti këto ditë ku Allahu Azza wa Jall e ka bën një ndër ibadetet më madhështore, ditët e Kurban Bajramit, është përmenja Allahut Azza wa Jall. Madhërimi Allahut Azza wa Jall në rrugë, në pazar, në shtëpi, në çdo gjendje që je. Madhroj Allahun Azza wa Jall me fjalët më të mira që Allahu Azza wa Jall i ka përzgjedhur. Subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mos të përshon gjua jote e njom, të jetë gjallë, të buke përmen Allahun Azza wa Jall. Kështu e për i pyetën pejgamberin Allahut një plak dhe tha ja Rasulullah, tha kanë normat e Islamit, kanë shumë, më porosit, më lënë testament, më urndo diçka që të bajnë që të kapën për ta deri të vdesti për mbajmë asaj, tha pejgamberi Allahut, le të jetë gjua jote e njom duke përmen Allahun Azza wa Jall. Jashtu lejo të ndërshëm ne dojmë Allahun Azza wa Jall, atë sa kënaqshmi në namaz. Thonë të Hasan al-Basriu, libe kënaqësinë në 3 vende, njënën prej atyre është namaz. Ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kur'ani Kerim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Ndihmoni jetën e juaj me sabër, me durim, të i kaloni çdo sfidë dhe këtë minimoni gjithashtu me sabër, gjithashtu me namaz. Thot njëri prej neve, edhe sabri ka hudud, edhe sabri mbaron. Sabri besimtarit nuk mbaron asnjëherë, nga se ai furnizohet dhe ujitet me namaz. Çdo sabër dhe durim i cili nuk ujitet pa namaz, është ai i cili e mund ata dhe gjithashtu sabri i cili nuk ujitet me namaz, lejo të ndëshëm sabri kufizuar, ndërsa sabri dhe durimi që bëhet një jetës e njeriut, është sabri i cili furnizohet me namaz. Allahu ka thonë këto të dije janë të vështira vetëm për ata të përullërit. Ato që e dojnë Allahun Azza wa Jall e adhurojnë Allahun edhe kur janë të sëmur. Ato që e dojnë Allahun Azza wa Jall e adhurojnë Allahun Azza wa Jall edhe ku kanë problem. Ato që e dojnë Allahun Azza wa Jall janë ato të cilët dhe në varfëri e adhurojnë Zotin e vetë. Ata të cilët e dojnë Allahun Azza wa Jall dhe ku t'i bëhet pa drejtësi adhurojnë Allahun Azza wa Jall për çka se e dinë se kjo jetë e sprove nuk ka jetë e xhennetit, dhe e dinë se ai që shpërblend me drejtësi është Zoti i tyre të cilën e adhurojnë atë, e dojnë atë, i përulen atij dhe i nështrohen atij. Pra lejo të ndërshëm nëse e dojmë Allahun sa i përgjigjemi Allahut Azza wa Jall kur na ftoje ne. Sa Allahu na thërret pesër në ditën, asa i përgjigjemi Zotit ton që ne vërtet e dojmë Zotin ton.
Pa atë ka ardhën Allahu Ekber simbol. Nëse a puna jote e madhe, është e çmuar. Nëse a detyra jote e çmuar, dije se Allahu është më i madhi se detyra jote. Dije se Allahu është më i madhi se evladet e tu. Dije se Allahu është më i madhi se sa angazhimi jot. Dije se Allahu është më i madhi se çdo sen që preokupohesh për ta. Lejen ta edhe do ta shihsh bereqetin vëllai të ndësh. Nëse i përgjigjet Zotit tanë, ti e ai që e don Zotin tanë më shumë se çdo kënd. Dhe kja shenjave alameteve që ti e ke kalu testin dhe provimin. Allahu na bon pe atinve që e dojmë Zotin tonë. Allahun azza wa jalla lusmi që Allahu të arrit dashurin e ti në zemrët tona. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, një ndër alametat dhe shenjat që ti e don Allahun tanë është ta urrejsh atë që urren Zoti jot. Thot Hasan al-Basriu, kush e don Allahun e don atë që e don Allahu. Dhe kush e don Zotin e vet e urren atë që urren Allahu azza wa jall. Pra atë Allahu azza wa jall e përmend Kurani Kerim suratul Hujurat, një mirësi që Allahu azza wa jall ja ka dhuru besimtarëve dhe i ka përzgjedhën dhe i ka veçu. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim, walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allahu është ai i cili ja ka dashuruar imanin në zemrët e juaj. Thuaj alhamdulillah që Allahu azza wa jall s'ka bën nga ftjenjët të cilët i kemi ne për rreth, që Allahu nuk e ka dashuruar atë me besim. Dhe Allahu e ka zbukuruar thot besimin në zemrën tuaj. Dhe Allahu azza wa jalla ka bën të urrejtur tek ju kufri, e ju ka bën të urrejtur mëkati dhe ju ka bën të urreni të shfrenuar. Kjo është e alameteve shenjave që Allahu azza wa jalla të ka përzgjedh. Para vëllezër të ndershëm, thonë te Ibn Qayyim me skjeriu, atë sa e don Allahun azza wa jalla, aq më shumë dhe urren të keqën. Aq e urren më shumë të keqën që i dhuron Zotin e vet. Për ata thonë të pejgamberi Allahut se tre lloj njerëz e shijojnë ambëlsirën e imanit. Njëri prej atyre është që urren të kthehet në kufër, pasi që ka kaluar në Islam. E urren që të kthehet në kufër siç e urren të hedhet në zjarr. Atë shumë e urren kufrin vëllezër të ndershëm dhe krenohet me besimin që i takon ai që s'ka shanse të bën kompromis me çështjen e besimit të tij, nuk toleron në çështjen e besimit të tij dhe urren ai që të kalon të dalen nga besimi siç e urren muhedh në zjarr. Për ata vëllezër të ndershëm, kjo është shenjë dhe alamet që njeriu e don Allahun e tij, dhe gjithashtu prej shenjave dhe shenjave që prej alameteve që e don Zotin e vet, në gjendje të sakrifikon për Zotin e vet atë që e lip Allahu azza wa jall. Sakrifikon me kohën e vet, sakrifikon me trupin e vet, sakrifikon me mallin e vet, sakrifikon në çdo gjendje që Allahu e thërret, ai gjendet i pari, për shkak se ai që e don dikan ka dëshirë të sakrifikon për ta. Sakrifikuan të partë tonë dhe u lartësuan tek Allahu azza wa jall për shkak sakrificës së tyre. A je në gjendje të sakrifikosh diçka që e don shpirti jot, mirë, po Allahu azza wa jall nuk e don. Leja atë për Allahun tanë. Nëse je prej atyre që e mundesh me lon ata, është prej shenjave se e don Zotin tanë dhe e kalon provimin, nga se Allahun e don më shumë se çdo kënd. Leo të ndërshëm gjithashtu prej shenja që e don Allahun azza wa jall është me pas dëshirë mu taku me Zotin tanë. Dhe kjo është kulmi dashurisë për Allahun azza wa jall. Allahu e ka zbrit një ajet Kurani Kerim, thoshin se lefët parë tonë, ki ajet ka zbrit në ngushëllim për ata që janë përmallu për Zotin e tyre. Pa ata të cilët u përmalloshin të takojnë Zotin e tyre. Thonë të pejgamberi Allahu, kush ka dëshirë të takohet me Zotin e vet, Allahu ka dëshirë të takohet me ta. Allahu thotë në Kurani Kerim, wa men kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allahi la'at. Kush ka dëshirë të takohet me Allahun azza wa jalla, të bën sabër se xheli ka me ardhur. Kishin njerëz të cilët thoshin ja Rab, që thonë të Ebu Darda radiallahu anhu, thonë të du vdekjen veç për një arsye. Pse ja Abu Darda e don vdekjen? Dhe për shkak se jam përmallu të takona me Zotin tem dhe e du sëmundjen për një arsye. Cila është arsye? Se nga se të pastron të pe gjonave. Tha dhe e du fukarallëkin vetëm për një arsye, se është modesti para Zotit tem.
Pra leja të ndëshëm Ebu Darda radiallahu anhu pse e donë të vdekën nga se u pat përmallu të takohet me Zotin. Allahu i ngushëlloi të gjithë ata të cilët kanë dëshirë të takohen me Zotin e tyre, tha bani sabër, nga se ditët janë të numëruara, kalojnë ato shpejt të takoni me Zotin. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën nga ata të cilët e takojnë Allahun azza wa jall faqebar, dhe lusim Allahun azza wa jall që dita e gëzimit më e madhe jon dhe dita e lumturisë dhe kënaqësisë të jetë ditën kur takohemi me Zotin ton. Thonte pejgamberi Allahu se Allahu e don robin e vet më shumë se sa prindër që e dojnë evladin e tyre. Pra Allahu të don për këtë arsye ka Allahu azza wa jall të ka përzgjedh të ka bëu besimtar. Allahu don për këtë arsye. Allahu ta ka mundsuar të gjindën në vendin më të përzgjedhur, më të dashur të Allahut azza wa jall. Allahu don për këtë arsye të ka radhit në radhat e muslimanëve. Allahu don për këtë arsye të ka bëu evlad fëmijë i prindëve musliman. Allahu don për këtë arsye ta ka zbrit Kur'anin, ta ka çu pejgamberin, ta ka mësu dinin. Allahu na don për këtë arsye ne sa e dojmë Allahun ton. Kjo duhet të korrigjohet, kjo duhet të testohet, kjo duhet të rishikohet, që ta dim se ne a jeni vërtet ata që meritojmë përgëzimin prej anës Allahut azza wa jall. Si tha pejgamberi Allahut, kush ka dëshirë të takohet me Allahun, ka dëshirë Allahut të takohet me ta. Aisha tha ja Rasulullah, vdekjen, asnjëri prej nesh nuk e don vdekjen. Tha jo, oj Aisha, kur anjeli në çastet e fundit të jetës atij vin përgëzime prej anës Allahut azza wa jall. Dhe çdo kush që nin këtë përgëzim në çat moment, çato çaste që e përzgjedh të takohet me Allahun, ka dëshirë të takohet me Allahun. Allahu na bon pe atinve që kemi dëshirë në këtë çaste të takohemi me Zotin ton. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus salat.